Maturantët që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin Ullbenia nga datat 27 korrik deri më 1 gusht 2026, që është edhe raundi i parë i aplikimit. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde, duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit, sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Burime nga rjeti akademik shqiptar thonë se pas datës 20 priten të vinë të dhënat, që është pjesë e notave për 3 vitet e gjimnazit dhe notat e maturës. Nga data 21-22, maturantët deri më datë 27 do të kenë akses për të parë të dhënat e tyre në portal, me fillimin e procesit të aplikimit më 27, që është data kur nis procesi dhe vijon për 6 ditë, siç ka qenë çdo vit. Mësohet se nga 27 korriku deri më 1 gusht do të kryhet raundi i parë i aplikimit online për zgjedhjen e 10 programeve të studimit, ndërsa më 22 gusht do të publikohet renditja e aplikantëve në Ullbenia. Raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave 30 gusht deri më 17 shtator, ndërsa aplikimi për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit do të kryhet më 15 deri më 17 shtator dhe më pas në 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në Ullbenia, ndërkohë që maturantët mund të aplikojnë në çdo kompjuter, pikë interneti në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë. Çdo maturant pas kryerjes së regjistrimit në degën përkatëse ka të drejtën e çregjistrimit më 9 shtator nga raundi i parë dhe më 5 tetor nga raundi i dytë. Raundi i tretë i aplikimit për maturantët fillon nga data 8 tetor deri më 21 tetor 2026.